Në seancën e radhës që do të mbahet javën që vjen, kjo mazhërancë ka vendosur që të degradojë në vazhdimsi institucionet e pavarura në Republikën e Kosovës. Pra, pjesë e kësaj seancës do të jetë edhe shkarkimi i bordit të Radio Televizionit Kosovës, një goditje kjo që po japet një medium të lirë, një goditje kjo që po japet një institucioni jashtëzakonisht të rëndësishëm informativ për qytetarët e Republikës Kosovës. Mirë po jo vetëm këtij institucioni, ju keni pa në vazhdimsi që tashmë Kuvendi i Republikës Kosovës është ndrruar në një institucion ku ju shërben vetëm familjarëve dhe interesave të ngushtë të udhëheqësve të këtij pushteti, pra të udhëhequr nga Albin Kurti. Kjo është e papranueshme për neve. Ne e kemi kundërshtuar edhe sot në kryesitë të Kuvendit, do ta kundërshtojmë edhe në seancën e radhës. Mirë po, ajo që është e mira, më në fund, qytetarët e Republikës Kosovës janë duke pa qartë angazhimin e këtij pushteti. Pra, sot pushteti i Albin Kurtit, krejt që ka intereson është vetëm sistemimi i njerëzve, familjarëve tyre, dhe në asnjë rrethon as nuk shohim agjenë zhvillimore, as nuk shohim angazhim në fuqizim të fundimit ligjit, as nuk shohim angazhim për rimëkëmbje ekonomike,